Atëherë, mirëdita nderuar kolegë, fillojmë mbledhjen e grupit parlamentar. Ndjes fillimisht për vonesën, po një pjesë prej nesh ishin takime përfaqësuesit e Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian. Një pjesë kolegëve janë komision dhe do bashkohen rrugës. Fillimisht ja kaloj fjalën kryetarit partisë, Zoti Berisha, pastaj fillojmë mbledhjen për çështjet që kemi në rendite. Doktor. Mirëdita. Situata, gjendja në Shqipëri po bëhet çdo ditë dhe më e rrezikshme. Edi Rama po sillet si lop e çmendur. Po të marrë hua një term nga veterinaria, nuk mund të ketë kualifikim tjetër. Në një sfidë të hapur të kushtetutës së vendit, në një sfidë të hapur të ligjeve, kodeve të vendit, vendos në vend të zbatimit të tyre, në vend të zbatimit të kërkesës të bazuar të prokurisë speciale, vendos krijimin e barierave speciale për mbrojtjen e vetës tij. Vendos të tejkaloj kushtetutën nëpërmjet ligjeve personale, krijimin e mburojave në mënyrë që dhe organizata kriminale që kryeson të vazhdoj plaçkën, grabitjen, plaçkitjen e shqiptarëve pa asnjë llogari para ligjit. Ju do thoni pse unë them lop e çmendur. Them sepse humbet ka degraduar psiqikisht në mënyrë totale të dashur qytetar dhe qytetare. Në amandamentin që ka sjell për mbrojtjen e vetës tij, për të korruptuar me ligj gjykatësit kushtetues, ka përfshi dhe ata në mburojnë e turpit ligjore ndaj anullimit, ndaj pezullimit nga detyra. Po duhet të jesh lop e çmendur. Të mos lexosh kushtetutën e cila në mënyrë taksative përcakton se gjykatësi kushtetues pezullohet. Pra, kushtetuta për gjykatësin kushtetues ka përcaktuar pezullimin, çka do të thotë se gjithçka tjetër për të ngjashëm përfshi presidentin e Republikës, që nuk është i zgjedhur nga populli, është i pezullueshëm për kushtetutën. Kushtetuta në frymën e saj dhe ligji në zbërthim të kushtetutës nuk pranon pezullimin
e të zgjedhurve direkt nga sovrani. Pra, çfarë bën kushtetuta? Pse ligji? Pse ligji ndalon këtë? Sepse ligji i referohet frymës së rënenit sovranitetit kushtetues. Sovraniteti që buron nga populli, i zgjedhur nga populli, nuk pezullohet. Kryeministri pezullohet, sepse nuk zgjidhet nga populli. Atyre që mund të thonë, jo u them, ka kryeministra që zgjidhen direkt nga populli. Po, ai ka emrin, kur bëhen zgjedhje, kryeministri votohet si kryeministër. Janë direkt të zgjedhur nga populli. Dhe janë jo një, po disa në botë. Kurse ky është i zgjedhur nga presidenti. Është se në fund dekret e ka presidenti. S'ka asnjë mburoj nga pezullimi. Ky po shkel kushtetutën. Pra thash dhe njëherë, se duhet t'jesh si ai që të mos lexosh kushtetutën. Të përfshish çfarë tregon kjo. Kjo tregon se ai me çdo kush don të korruptojë gjykatësit kushtetues, të cilët s'mund ta pranojnë kurrë një nen të tillë. Po si mund të pranojë gjykatësi kushtetues një nen të tillë kur kushtetuta thot pezullohet? Ishin të panërgjegjshëm, pa karakter. 4 gjykatësit që nuk votuan së bashku me tjerë në favor të masës së spakut për Lubi Ballukun. Imagjinoni ju Fionën, Papa Jorgjin, një ekstremiste ekstreme. Ta pyesun atë, zonjë, kur kushtetuta të pezullon ty, që je në hierarkinë më të lartë të këtij shteti. Na thuj pak, thuj u shqiptare, pse nuk pezullohet Lubi Balluku, apo ka paguar? Dhe sa të ka paguar, ty dhe atë tjerë me radha, më topo, apo sa nërbesi me kompani. Shikoni çfarë turpë shka, dhe tani ky për të shpëtuar ligjin, se e din që ky ligj s'qëndron, ky është vetëm një njeri që ai mund të marrë një nisëm të tillë. Tani thot po përfshi dhe ju. Dhe me mercenar të llojit Papa Jorgji apo Beci beson se do mund ta bëj të përtypshëm ligjin. Këta s'kan ligj as moral. Kodi i tyre politik është vetëm hajnia, vjedhja dhe vetëm vjedhja. Që në momentin kur kushtetuta thot se gjykatësi kushtetues pezullohet nga detyra, kushtetuta, libri themelor i shtetit, i ka dhënë legjitimitet masës së pezullimit, pavarësisht nga dega e pushtetit, përveç se kur ai buron direkt nga populli. Kur buron direkt nga sovrani, deputeti, këshilltari. Këta kemi ne djerë sot. Urdo? Edhe kryetarët e bashkive, po edhe kryetarët. Këta kemi ne, pushtet që buron direkt nga qytetarët. Po, kur ke krye në çdo firmë krime dhe plaçk, sigurisht verbohesh. Nuk lexon dot as kushtetut, nuk lexon dot as ligje, nuk njeh asnjë normë morale. Dëgjoni tani. Dhe bën këtë veprim, më falni, se është
e bën këtë veprim pavarësisht nga paralajmërimet ultimative që ka marrë nga partnerët tanë se nuk do të tolerohet asnjë pengesë për drejtësinë. Tani këta partnerët tanë, duhet ja u them shqiptarëve, në mënyrë absolute nuk kanë asnjë interes tjetër përveç interesit të qytetarëve shqiptar. Por ama, këta partnerët tanë kanë dhënë për qytetarët shqiptar gjatë këtyre 35 viteve të paktën 8-10 miliard euro në mira dhe mira projekte, nga Kakavia gjerë në Vermosh, që kanë nxjerrur këtë vend nga koha e prapambetjes më të thellë, e kanë sjellë në këtë, kanë kontribute substanciale. Pra, ky që don të shkelmoj, se ç'po kërkojnë ata? Ata sigurisht, ato ndihma, ato projekte që janë mira, ja u them unë ju, janë me mira, ujëselsa, ferma, kudo. Ato projekte i kanë dhënë për qytetarë të një vendi që duhet të gëzojnë ligjin, të drejtat, të zhvillohen, dhe ju kanë dhënë për një diktaturë. Nuk ndihmojnë diktatura. Dhe ky tani do të thotë se nuk jemi Gjermania, se nuk jemi Danimarka, se nuk jemi Austria. Pse? Sepse kërkojnë zbatimin jo të kushtetutës tyre, tonës, kushtetutës tonë. Qytetarët duhet ta dinë se ky po sillet në mënyrën më antishqiptare, po shkelmon interesat e çdo qytetari, po shkelmon të ardhmen e shqiptarëve, po detyron partnerët tanë që të mbyllin çdo ndihmë ndaj Shqipërisë, integrimin ndaj Shqipërisë, sepse si ky nuk ka absolutisht asnjë kryeministër në vendet që pretendojnë për të ecë drejt Bashkimit Evropian që të mund të imagjinojë të marrë masa të tilla. Ky ka humbur çdo moral. A e ndëgjoni ju, a e ndëgjua tje se si i përulej, si langaraq, mirëlindës së krimit. Se ka hall se mos bëhet pentito. Eksakta, më thotë. Po si mund të admirosh ti një njeri që në sipërmarrjen e cilët janë marrë pengje, ka funksionuar si një organizatë mirëfillt kriminale e drejtuar nga Ergys Agasi. Ju flisni për Epsteinin. Nuk është gjë Epsteini, u them unë ju ç'është Ergys Agasi për Shqipërinë. Ergys Agasi për Shqipërinë është gropa e zezë më e madhe që mund të imagjinohet. Se kontrollonte çdo qytetar shqiptar. Vidhte çdo qytetar shqiptar. Vidhte dranat.
vidhte çfarë kishin shqiptarët në telefona, në kompjuter, në shtëpi dhe çdo gjë tjetër, të regjistruar në institucione shtetërore. Shërbimi informative kishte një gotë ujë, një kafe. Po, se dhe atje Mirlind tjetër është ajo. Edhe ajo është si Mirlinda. Po ja u them unë. Një Mirlind llojin e vet. Shteti ishte Ergysi, shteti i Rama. Kjo është e vërteta, më thonë. Prandaj dhe sot qytetarët duhet marrin dorë fatin e vet. Fatin e Shqipërisë. Lope e çmendur duhet përcillet ku ka vendin. Ky po sillet në këtë mënyrë. Nuk te kalon çdo lloj në vend se t'jap dorëheqjen me njëherë. Të largohet urgjentisht nga pushteti. Po bën gjithçka. Edhe plumat mbi demonstruesit janë me urdhër të tij, se të qellosh në Ballë, të qellosh në Kafk, anash, mrapa, në Kafk, ke vetëm qëllim që t'i lash të vrarë në vend. Unë i them Edi Rams, i jep dorëheqjen, se absolutisht nuk ka forcë në botë që t'na pengojnë shqiptarët pa të larguar ty. Se po sillesh në mënyrën më të pa konceptueshme. Ishte e lehtë ajo që thash Lope Shmendur, po je një armik i urryr. Një armik i urryr i shqiptarëve me këto që bën. Dhe që ke bërë? Tani sot niset, edhe ai do përpiqet ta paraqes në propagandë, të dashur qytetarë dhe qytetare, Shqipëria është antare e bordit të paqes, e cila është themeluar nga presidenti Trump, natyrisht do ketë një përfaqësues. Po shkoj ky, apo do shkonte Harami, të dy një fatkeqësi kombëtare janë. Dhe kështu si shkon, do kthehet, shkon hajdut kudo që shkon, kthehet hajdut kudo që kthehet. Ndaj dhe ju siguroj se ftesa ka lidhje me Shqipërinë dhe nuk ka asnjë lidhje në mënyrë absolute me personin e shpërftyruar që është Edi Rama sot. Atëherë, faleminderit shumë mediave, vazhdojmë mbledhjen e grupit me dyert mbyllura.